Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar një prej temave e cila në fakt ka kaluar në heshtje. Një deklaratë e Sali Berishës që fliste apo përforconte atë që Ahmeta i ka thënë disa muaj më parë në televizionin Syri TV të gazetarit Shimpeka, ku Belinda Balluku ka financuar protestat para Bashkisë së Tiranës. Vetë zoti Berisha u tregua i kujdesshëm për të mos thënë që këto protesta janë financuar nga zonja Belinda Balluku, por tha ndër të tjera që vetë zonja Belinda Balluku futi njerëz tek protesta jonë për të na sabotuar neve, po për të fuqizuar protestën kundër Veliajt. Duke si një dikotomi logjike se si një grup protestuesish, duke qenë se nuk ishin shumë protestuesit që ishin para bashkisë, të kishte njerëz të infiltruar që ata nuk i dallonin dot. Pyetja qëndron tashmë politikisht, a ka qenë Belinda Balluku njeriu i cila ka financuar protestat e opozitës përballë bashkisë? Cili ka qenë roli i zonjës Balluku tek media, cilat e pasqyronin këtë ngjarje, e cila në optikën njerëzore, duke që në disa momente kishte më shumë policë se protestues, dhe gjitha mediat e mbulonin për të pasqyruar se çfarë po ndodhte para bashkisë. Cila ka qenë dora e Belinda Ballukut për të orientuar protestat që duhet kishin qëllim në opozitës kryeministri dhe përfundonin te Bashkia e Tiranës. Pra duke ngritur një panoramë të madh, realisht a ka ndodhur kjo gjë, apo është vetëm një tymnaj e radhës, apo vetë zoti Berisha i trembet përgjimeve që mund të dalin, apo bisedave që mund të dalin, ku funksionarët Partisë Demokratike mund të kenë biseduar me njerëz të afërt zonjës Balluku. Këto janë disa prej këndvështrimeve që ne do të prekim ditën e sotme. Këto janë disa prej aspekteve që ne do të diskutojmë. Në fakt në atë protest, emrat që e drejtonin ka qenë Belind Këlliçi, Dorë Teliti, Adriana Kalaja, Kleviz Balliu dhe një sër emrash tjerë brenda Partisë Demokratike, të cilët protestonin apo thonin zërin e tyre për atë se çfarë po ndodhte tek Bashkia e Tiranës. Por tashmë apo i paraprin zoti Berisha një stuhie që mund dalin nëse ka përgjime tjera të cilët mund të tregojnë një bashkëpunim të heshtur. Ashtu siç i zëvendës kryeministri nga Arratia, zoti Ahmetaj, thoshte se zonja Balluku ka financuar protestat e opozitës, dhe në anën tjetër çfarë goditje morale dhe politike do të ketë Partia Demokratike e cila ka lejuar, nëse ka lejuar që këto protesta të financoheshin nga numri 2 i qeverisë. Dhe çfarë tregon kjo mbi luftën që po ndodh brenda Partisë Socialiste? A është një luftë e hapur? Tashmë nuk kam një luftë e cila fshihet pas një buzëqeshje, fshihet pas një foto vllazërore, por duket se lufta për pushtet nuk kursen askënd. Këtë do diskutojmë fakt ditën e sotme me kolegun Anë Ribala për të ndarë këndvështrimet tona. Ky është një prezantim i aspekteve që ne do të flasim sot, dhe më pas do ndajmë me 9 tema, secilën prej diskutimeve që nga pozitat e zonjës Balluku tek pozitat e Partisë Demokratike, Belind Këlliçit, Sali Berishës, Flamur Nokës, Dorian Telitit dhe kushdo tjetër që ka qenë në atë protestë. Këtë ne do të mundohemi fakt ta deshifrojmë dhe t'i japim këndvështrimet tona mbi atë se çfarë po luhet deri në këto momente. Anri. Ka një detaj shumë interesant se kjo deklaratë e zotit Berisha vjen fill pas publikimit të pasazheve të dosjes së Belinda Ballukut, që është një nga pjesët e hetimeve, një nga pjesët e dosjeve, dhe më shumë se sa një deklaratë për si thuash politike për treguar se ne nuk do protestojmë tek zonja, po direkte tek ky kryesori, pra që ishte Edi Rama, tek zotëria i cili ka tentuar nëpërmjet zonjës Belinda Balluku të sabotoj protestat e Partisë Demokratike, duke i dhënë ngjyrim, si thuash, unë besoj Ermal se zoti Berisha i doli të keqes përpara pak a shumë,
Dhe i doli të keqes përpara duke thënë se kjo zonja na ka sjell, për të mos thënë na ka financuar, na ka sjell njerëz, pse këto gëdhënat, si thuash, ose këto indicjet, nuk është se kanë dalur sot. Her pas here flitet për lidhje. Ka folur, po. Po pra është aluduar për lidhje e zotit Këlliçi me zonjën Balluku. Unë nga emisioni këtu kam thënë her pas here se zoti Këlliçi është mik i ngushtë dhe i vjetër me zotin Avrami, që është drejtori i Albgazit, një institucion varësie e zonjës Belinda Balluku. Kur them miq shumë të mirë dhe të vjetër, e kam fjalën shumë të ngushtë dhe rreth i ngushtë të tyre. Belinda Balluku është një mikesh shumë e ngushtë dhe e vjetër e babait të Avramit, drejtorit saj, ku nëse mban mend është ajo foto e famshme kur ka dalë është publikuar në media, ku Avrami me zonjën Balluku shihen në një si thuash qendër tregtare, në mos gaboj në Greqi, që bën dhe pazar bashkë. Po, ka dalë një foto para një viti, mos gaboj. Diçka e tillë, se mbaj me foto. Para një viti ka qenë. Ngjaret se kur fiks ka qenë në momenti kur është kryer foto, nuk dihen fiks tamam, por ideja është që zonja është parë dhe në marrëdhënie më të ngushta me varësit e saj. Pra, është një tjetër gjë të këtë emërosh një drejtor të bëj punën e tij, tjetër gjë është pastaj që me drejtorin apo me kartën tënde ose të atij shkosh bësh shopping në një qendër tregtare në Greqi. I kemi parë se si prej dosjes që rodhin media se çfarë lloj marrëdhëniesh mbante zonja Balluku me varësit e saj, qoftë dhe me drejtorin Berberi, që ftonte edhe në shtëpi kështu personalisht për diskutuar mbi biseda që kishin bënë me punën e tyre të përditshme, qoftë për se ku do t'i kalonte X tender apo koncesion, quaj si duash. Besoj se Berisha i doli të keqes përpara për që nesër pas nesër, kur dalin përgjime se zonja ka financuar, kryesori apo drejtuesi i partisë ta heqi, si thuash, Te që përgjithësinë nga vetën më vetja. njanë, po, minimalisht. Pra ti thuanën që Berisha po i paraprin asaj se çfarë mund të ndodhi? Ai ishte shfryrje, po jo i paraprin, po ai di shumisht çfarë mund ndodhi. Ai e ka ditur dhe më përpara. Thjesht ka pritur publikimin. Se këta nuk është janë njohur, këto njihen para nesh me fashikujt e As dosjes. diskutohet. Në thjesht në intrigat politike ai po i paraprin një zbërthimi të bisedave. Kjo është pak sigurt që nesër këta mos kur të dalin përgjimet ose bisedat midis zonjës Balluku, që e ka financuar, jo ço 5 veta atjetit e protesta me 100 veta. E ka financuar? Po, kështu thuhet se janë materialet në dosje, dhe unë e di ditë përpara se dilte Berisha. Dhe mund të ta vërtetoj këtë se kam biseda me miq të mi, në sensin që janë ditë përpara. Se sa ta thoshte zoti Berisha që të dali që është financuar. Dhe kjo është një nga gallatet më të mëdhaja përpos termave pejorativ ose denigrus ndaj kryeministit. Pra zonja Balluku, përveç se e bullizonte ose e ridikulizonte, e bënte qesharak Edi Ramën me varësit e saj, qoftë kur i thoshte palloshi apo atë fjalën tjetër që nuk është e hishme për momentin ta përsëris, se është një fjalë turp, po nuk është e hishme, në fakti që ka bërë këto të dy të parat ndoshta është e përtypshme nga Rama, sepse në sensin një gjë është mos të duan punojësit e tu, për të respektojnë sensin si daj, le të bëjt që të duan, mërë të vëshua. Le të bëjnë ç'pun kam unë me ta, tha. Një gjë është mos të duan, dhe një gjë është vënë epitete. Jo, mos të duan duke të vënë epitete, dhe një gjë është pasaj kur i qellojnë shtëpisë tënde me gur. Qofse mban mend atë momentin dikur Ermal ka qenë një moment shumë delikat në qeverinë Rama 2, mos gaboj, ku ministri i Brendshëm thuaj se kishte arrestuar kryebashkiakun e Durrësit. Po, ka qenë me kohën me Fatmir Xhafën. Po pra. Po. Dhe është kthyer arresti, si thuash, nga rruga. Po. Për shkak të vendimit që mori ish ministri që më pastaj kërkoi dorëheqjen, po që në fakt ishte shkarkim dhe si ishte dorëheqje, pastaj u rihabilitua Partinë Socialiste me listën e
e hapur që duhet kapte e hapur. Lista ishte mbyllur, por duhet kalonte pragun, si thuash. Listën me prag votash. Arrestimi i një kryebashkiaku të Durrësit, pra Vajgjysh Daku, në atë kohë, s'kishe fillu kjo vala e arrestimeve. Ishin ende vala e arrestimeve të këtyre njerëzve të inkriminuar. Shkak krimi zgjedhor dhe përpos veprave tjera që bashkoheshin me këtë pjesë, solli zemërim të Ramës sepse goditja e kryebashkiakut të dytë më të rëndësishëm në vend, pra përpos Veliej që nuk ndodhte, i dyti që ishte zoti Dako, në atë kohë, ku nuk ishin nisur akoma arrestimet e drejtorëve, kryebashkiakëve, ministrave apo deputetëve, përkthehej si një goditje në shtëpi, ose më saktë në zemër të pushtetit, të Edi Ramës, i cili deri në atë moment nuk kishte asnjë njoll në biografi. Pra, përpos perceptimit që ishin të korruptuar, nuk ekzistonte asnjë aksion zyrtar që nxirrte korrupsionin në pa tashmë me letra. Pra, është tjetër ç'a mendojmë dhe është tjetër kur faktohet që s'është faktuar akoma, se është muhabeti që të më falë dhe mbarova se mikën sensi. Dhe në atë kohë zoti Xhafa u largua se goditi me gura shtëpinë e tij. Prandaj të thash, një moment është kur i vend epitete drejtuesit se nuk të pëlqen, edhe është ndjesi kjo. Dhe tjetër moment është kur ti gjuan me gura shtëpisë tënde, sepse arrestimi i Erion Veliejt, prandaj u mërzit e Rama, arrestimi i Erion Veliejt, me apo pa drejt, pavarësisht se unë kam qenë kundra dhe vazhdoj të jem kundra, mënyrën se si u zhvillua, jo vetëm arrestimi, po edhe mënyra se si e persekutuan qoftë gjatë gjyqit, para, pas, gjithandej familjarishte, pavarësisht sa mund mendojnë se e meriton, unë s'besoj se një njeri meriton të keq trajtohet apo të si thuash, të denigrohet dhe të diskreditohet, ku ja bën dosjen fije dhe si lanë gjë pa e thënë për familjar ti, i nxorën dhe biseda nga më të parëndësishmet, ja përmendin gjatë hetimit, ja përmendin logjikisht në këndvështrimin tim është bërë depresion, logjikisht është treguar se ka pas një lloj si thuash objektivizmi më të egzageruar nga ana e zotit Veliejt, pak të si e ka trajtuar çështjen dhe një lloj subjektivizmi nga ana e prokurorisë posaçme si e ka trajtuar çështjen e zotit Veliej. Tani konkretisht prandaj në atë kohë thuaj se financoi fushata, fushata e PD-s, flas dhe për fushatën. Dhe zoti Kolliçi, paktën, se nuk e di tani këto nëse e ka marrë direkt, indirekt, nuk është ky diskutimi. Diskutimi është se si mund të pranojë lideri i opozitës ose i Partisë Demokratike që ministra e Ramës, me fjalë hermetizmi partijak i tyre zero. Pra një ministre e Ramës që arrin të fusi me 900 veta, 10 veta, do të jesh 1/10 ose 2/10 maksimumi, se më shumë s'fund dot njerëz. Në 100 veta arrin të fusi persona për të bërë protestë përpara Bashkisë Tiranë, unë këtë e quaj dështim Partisë Demokratike, por nga ana tjetër nuk më duket e pafajshme apo në padjeni. Unë besoj se kanë qenë djeni. Po. Duhet jemi, domethënë, nëse marrim ngjarjet në kronologji, sepse kështu mund t'ja shpjegojmë qytetarëve më mirë dhe ata që na ndjekin, cilët para se të nisë analizën duhet ju bëj një thirrje që shpërndajeni live-in në diasporë, edhe në Shqipëri, komentoni mbi emisionet që ne zhvillojmë këtu në Antena, bëni subscribe dhe çdo kliki juaj edhe regjistrim për ne është një suport shumë i madh dhe ne e vlerësojmë, por mundohemi të kemi disa këndvështrime të cilat në qoftë se juve ju pëlqejnë, mund t'i përthithin, në qoftë se nuk ju pëlqejnë, mund të shkruani që këtu ne mendojmë ndryshe dhe ne edhe shpeshherë i lexojmë qëndrimet tuaja. Do doja të kthehem pak në kronologjinë e ngjarjeve. Pra çfarë ka ndodhur? Ato protesta moralisht kishin
të drejtë moralisht. Por, neve do të them diçka. Thelbi ishte që nuk kishte empati tek qytetarët. Dhe ne pam që sa vinin dhe të kurreshin. Dhe të kurrja qëndronte deri aty sa ne ngrinim pikpyetje, në këtë protestë kam shumë policë sa protestues, që ishte një protestë me kauza të drejta, po e them. Dhe moralisht të drejta. Dhe ti kaq të vështirë ke për të kuptuar që kush janë njerëzit e tu, se ne e dim këtu. Atë po them. Tani kaq të vështirë ke për të kuptuar që se si ty media të afrohen, se domethënë zoti Berisha di gjithçka këtu, edhe kur fluturon një mizë, edhe para se të ishim ne duke pirë kafe, mund ta ketë një informacion aty, mund të jetë dikush që i ka çuar një informacion. Dhe në këtë moment ti nuk paske informacion se si ty të vinë njerëz në protest, ti nuk ke informacion që kush janë njerëzit që po e shtyn këtë protest për e mbajnë gjallë, kush janë njerëzit cilët flasin nga mëngjesi deri në darkë për këtë protest, e para. E dyta lidhet përsëri që në momentin që kjo protest bëhej në anë kronologjike, ishte dhe intensiteti një përballjes që kishte zoti Berisha me Spaku në atë kohë. Dhe krijoi akoma një trysni mediatike më e madhe. E treta që unë kam thënë shpeshherë, nuk bën sens që një parti opozitare në vend të vetë të protestoj kundër kryeministrit, mban radhë për të protestuar kundër kryetarit bashkisë. Tani, te kryetari bashkisë kush i çonte këta? Se nëse dalin përgjime dhe vërtetohet kjo hipotezë që ne themi, atëherë i bie që zonja Balluku ka qenë kryetare e Partisë Demokratike, nuk ka qenë më zvëns kryeministre. Ashtu i bie pra të dyja partive. Dhe po prandaj po them, nuk ka qenë më zvëns kryeministre. Se zoti Agalliu doli aty që vinte kërkonte, ai mund të ketë drejtën e vet, se nuk mund ta paragjykojmë. Por qëndrimet e zotit Agalliu pastaj linin për të dëshiruar. Tani në këtë kontekst, nëse kjo del që edhe këto protesta orientimet i çonte zonja Balluku te bashkia, sepse mirë bashkinë që vinte Belindi, por protestat që thriteshin nga zoti Berisha dhe drejtoheshin nga Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi, pse duhet përfundonin në Bashki Tiranës dhe jo në kryeministri? Sa ta e nisin kryeministri, bënin një xhiro, vinin në bashki dhe thoshin t'i japi ky dorëheqjen. Dhe e katërta që është më e rëndësishme, Andrej, unë mendoj që situata këtu është më e komplikuar, sepse në vendimin që i dha zotit Berisha legitimitetin e Partisë Demokratike, një prej vendimarrësve në këtë proces ka qenë dhe motra e zonjës Balluku. Dhe kjo është arsyeja sot pse zoti Berisha, në optikën time, në deduksionin tim, zoti Berisha sot nuk guxon as ta sulmoj zonjën Balluku, madje mundohet ta marrë ndonjëherë në mbrojtje, kur thotë që janë dhe ata të tjerë aty, mundohet që ta zhvendosi vëmendjen me barazin gjinore dhe nuk do ndonjëherë që një opozit kur ndodh përballë faktit që zëvendës kryeministri është e pandehur, i është komunikuar akuza për shpërdorim barazisë tenderave. Kur numri 2 tjetër është në Arrati, një tuf me funksionar të lartë janë pas hekurave. Zoti Velia është pas hekurave. Dhe kryetari i opozitës sot nuk guxon të thrasë një protest për thënë që kjo qeveri moralisht ka rënë. Dhe nuk guxon. Dhe nuk del, ne dim shumë mirë mënyrën se si bën për shkak se vajti 35 vite, jo se ne kemi në një aftësi të madhe për ta kuptuar si lëviz zoti Berisha. Por ne dim që zoti Berisha kur ka një ngjarje del mëngjes, drek, darkë, para darkës, pas darkës, gjen një kohë të mëshme dhe merret thellësisht me këtë çështje. Kurse për sa i përket kësaj çështje që flitet 50 milion euro, që e ka thënë dhe zëvendës kryeministri Ahmetaj, që ka dhe një kallëzim në SPAK, askush nuk reagon.
Dhe kjo është e gjitha dhe më kujtoj dhe kjo kallëzimin SPAK, them edhe diçka. Tani çfarë ndodh në partinë? Kallëzimin SPAK për zonjën Balluku e ka bërë zoti Basha. Në anën tjetër, vetë zoti Berisha, 1 muaj më pas, ka vajtur zoti Gazmend Bardhi ka depozituar njëjtin kallëzim. Që kjo është se kanë ditur ata, se Basha nuk e ka bërë publike, po tjetër vlen, nuk e di, Po, jo, e di pse. Se kam ide, ndoshta kanë ditur se kanë pas informacion. Unë mendoj Por them se kanë ditur e kam nga ana e përgatitjes. Po, dhe jo se kanë ditur sa ta kanë marrë vesh që e ka bërë kallëzimin, depozitimin e kallëzimit zoti Basha. Problemi është në përgatitjen e dosjes. Ato rrin për kohë çik më të gjatë se sa kohën fjalë. Dhe ne pa përgatitur na gjetjen ne këtu me ty kur u bë publike ajo. Po. Dhe në gjithë të panoram, ajo se çfarë mua më ngre këto pikpyetje, janë gjithë këto koincidenca, që ne dim që në politik nuk ka koincidencë, gjithë këto pika përbashkuese, dhe shikojmë që asnjëri për këtyre nuk dihet. Dhe vetëm gjë që zoti Berisha i bën paraprit dhe thot ka donte që na i prishte protestën, fuste njerëz, por ne nuk e lejuam. Në këtë kontekst e prishi si thuash lajmin. Sepse lajmi në vetë do të ishte që zonja Balluku ka goditur me gura shtëpinë e saj, përpos ka goditur kryetarin. Pra duke goditur kryetarin e bashkisë më të rëndësishme në Shqipëri, në thelb ajo me një gur vriste 2 zogj. Pra eliminon të kundërshtarin e tij politik për që numri 2 i partisë ose nesër pas nesër kandidat kryesor për drejtimin e bashkisë edhe Partisë Socialiste, pra me ikjen e Ramës, pushtetet në asnjë vend botës nuk delegohen, pra tiki Rama se do vi Bela apo Erioni, po do të humbi Rama që të vinë të tjerët. Por Rama në kushtet, unë besoj duke njohur temperamentin që unë nuk besoj se Rama mërzitet se ai tha as palloshi as atë fjalën tjetër, as çfarë do lloj fjale tjetër. As bën përshtypje fare. Ama Rama është tejet i shqetësuar sipas mendimit tim, se s'kam fol me të. Është tejet i shqetësuar për vetë faktin se Belinda duke goditur Erionin, goditi dhe Ramën. Pra duke arrestuar në thonjza, duke kërkuar arrestimin e zotit Velie, po kërkonte edhe një lloj delegitimiteti të figurës së papërlyer në thonjza të kryeministit të Shqipërisë. Dhe këtë e bëri pa mëshirë, këtë e bëri duke bashkëpunuar me segment brenda Partisë Demokratike apo njerëz cilët e pan ndoshta protestën para bashkisë si protestë thelbësore, por në fakt njerëzit nëse do bënin protesta për afera dhe për çdo gjë tjetër, do t'i bënin tek kryeministria dhe tek përpara drejtares së zonjës Fjalë. Mund të ekzistojë ky ekuacion që Belinda Balluku ka bërë çdo gjë me miratimin e Ramës, sepse Rama nuk donte që ta kishte Velia në përkëmbë. Nuk e kandidon fare. S'kishte asnjë problem. Biles se kishte, po nëse Rama mendonte se Velia për shembull është fakti që Velia kishte pushtet? Jo, fare, zero. Mund të asajon të ndryshe. Ti jepte një post tjetër zotit Veliaj, më kupton që do të them, por nuk është kjo thelbi. Thelbi është që nuk e kandidon të Rama. Rama kandidon këtë domë, kryetar bashkie. Dakord jam. Brenda subjektit partjak. Brenda këtij subjekti partjak. Para se Veliaj të përfundonte pas sekurave, kishte valencën e vet politike. Mund të kishte interes Rama të përplasi, se më mirë interesonte ta nxitën. Unë prandaj thash që arrestimi i Erion Veliajt ka qenë bekim, se Erion Velia kuptoi se nuk kishte më valencë. Njerëzit e tij që ai pretendoi se ishin më të besuarit dhe ky është basti që kam. Unë nuk dua të shoh asgjë tjetër më shumë se sa një grup tradhtarësh që e goditën Erion Veliajn në ditën e tij më të keqe. Mund të bëhen prapë miq ata. Ky nuk është faji atyre, është faji Veliajt. Dakord, por në politik tu ças kemi parë, se ne flasim. Patjetër, kanë filluar që tani të hedhin, të bëjnë share statuset e Veliajt, këta që e shkarkuan. Po këta që shkarkuan që deri dje nuk bën e ndërpren. Po se kryetar bashkie tani. Ta që kryetar bashkie dhe kanë ndryshuar mendim. A kupton, po fillojnë të lëpin atë që kanë mbështyr. Edhe pse po i lëpin atë që kanë mbështyr, sepse
në vetë vete, të gjithë, po kur i pyesë, thoshte Erion Velia ka marrë fund politikisht. Në fakt, mirë apo keq, politikisht Erion Velia i qëndron sepse mandatin e ka dhënë qytetarët e Tiranës, se kanë dhënë asnjë nga këta maskarent e zagarat që zotëria ka pas aty krah. Është faji Velia që ka zgjedhë ta maskari. Pra, mund të ketë zgjedhë sojin. Por, unë besoj që këta maskarej, nëse Veliej, për një arsye apo asnjë arsye, kthehet të drejtoj Bashkinë e Tiranës, të parë, që duhet largohen janë këta, se këta gjuajtun me gur më fal, shtëpinë e tyre. Pra, përpos Belindës përpos situatës ku ndodhe Velia me zonjën Balluku, ishte e kuptueshme. Po maskarend që ky i bëri njerëz, ky ishte pa pajtueshme, për vetë faktin se e hodhën poshtë. Dhe nëse Velia është i korruptuar, të parët që duhet ta dinë, ose të parët që e kanë më të saktë atë peizazhin ose panoramën e një personit korruptuar, janë ata që punojnë me të, janë ata që bashkëpunojnë me të, dhe janë ata që e njohin nga afër. Asnjëri nga këta nuk është habit nga televizioni nëse ky zotëria pas ka qenë ai që keq që këta e shkarkuan si të korruptuar. Sepse o e njohin ata që i kanë bajt afër dhe i kanë mbështetur, o e njohin ata që ai zotëria ka punuar ose një fkush. Dhe nga u bërë ti puritanizmi jot ose katarësisi jot nuk fillon me shkarkimin e Velijit. Me që mendon se ka qeni korruptuar. Katharësisi bëhet duke mos nejt me njerëz që nuk kanë lidhje me ty. Nuk kanë njëjtën qasje të mendimeve apo të bërit gjërave si i bën ti. Që ti s'mund ta shkarkosh Erion Velijen se hëngri kumlla dhe dardha edhe prapa shpinës tyre. Jo me jënë, çësi ka hëngër dhe përballë të tyre. Dhe këta e kanë ditur. Dhe ti nuk mund të pretendosh që zoti Veliej minimalisht të ketë mundësinë dhe të drejtën që të dëgjohet për të pasur një gjyq ose më saktë një qoftë edhe procedimi dinjitos siç i takon dhe të thuash mendimin tënd. Nëse ti ke frikë të thuash mendimin tënd, tun ka vdekur çdo gjë. Dhe prandaj thash zoti Veliej ka bekim arrestimin e tij se tek e fundit përpos momenteve me djalin që tha që më shumë e kam takuar djalin në burg se sa kur isha jashtë, sepse pjesën time të kohës më të madhe sipas pretendimeve të zotit Veliej e kam kaluar në punë. Tashmë po kalon kohë me djalin ndoshta, me bashkëshorten, dhe ndoshta kuptoj se kush ishin miqt e vërtet. Shiko çfarë ndodh thonë. Do lexoj diçka që lidhet përsëri me këtë ngjarje. Tani në një dosje, edhe pse për shembull zoti kjo firma kontakt e Bekteshit është në SPAK, përsëri sot ka dalë që edhe Rama dhe zonja Balluku kanë firmosur që zoti Bekteshit marri një leje kompleksi të ri. Tani, pse ta thash këtë gjë? Klientë e këtyre janë këta, nuk janë të Erionit. Këtë po them. Se kullat e këto i jep Rama me firmë, nuk jep Erionit. Kjo është prandaj tha se më doli këtu dhe do të analizoj gjithë zhvillimin. E kemi parë shpeshherë që dhe te kompleksi Partizani, që SPAK po jeton, është përsëri njëjti emër. Dhe në këtë panoramë, këta edhe biznesmenët që u firmosin lejet e ndërtimit, këta i kanë bashkë, pra i sherojnë. Dhe në këtë kontekst të ngjarjeve, zhvillimeve, të lidh pika, sepse e lidh me çështjen e financimit që nëse dalin përgjime dhe vërtetohet kjo gjë, lidh pika që këta më shumë se kundërshtar janë bashkëpunëtor. Pra këta janë bashkëpunëtor të cilët për qëllimet e zonjës. Unë nuk mendoj se Rama ka qenë dieni, prandaj ta thash. Pra, edhe Erioni e ka ditur, dhe Rama mund të ketë dëgjuar, Erioni mund të ketë faktuar, por Rama nuk mund të ketë lejuar një lloj dualiteti ose një përplasje brenda partisë për shkak të dinamikave që ndodhin ose për shkak të
etjes për të qenë në pushtet apo për të marrë pushtetin për të qenë nesër pas nesër kryeministri i Shqipërisë. Por Rama nuk mund të pranojë dhe nuk mund të mirë kuptoj kur, prandaj po them që zonja Belinda Balluku është e marrë në fund. Në asnjë moment nuk ka ndodhur që zoti Velia të kenë financuar protesta apo ku digjon, artikuj kundër ti. Kundër një, si thua, rivalit tjetër në Partinë Socialiste, si ka marrë postin dhe t'i kthehet kundër ta. Kurse rasti konkret është, nuk është, thash dhe herë, nuk po i bën në Erionit, po i bën në Ramës. Duke Rama nuk t'i fal këto gjëra. Erioni jo, por Rama nuk t'i fal. Andri, në këtë panoramë, marrim hipotetikisht qofse këto përgjime dalin. Në optikën time, opozita merr një vull shumë të rëndë. Dhe një barë shumë të rëndë që në qofse do të kishim emra që do ishin ngritur politikisht, ata do të kenë një të kurrje. Pra, shkak veprimeve, ata mund të kenë pasur vizionin dhe larg pamësim, problemi është se veprimet të hedhin erë çdo gjë. Pavarësisht thelbit apo pavarësisht se zoti i Këllit që ishte personi që mbante peshën kryesore në këtë përplasje, unë mendoj që në qoftë se vërtetohen këto fjalë që qarkullojnë dhe ato se çfarë po i bën paraprit zoti Berisha, atëherë ai do të ketë një goditje shumë të madhe politike. Sepse e gjithë kauza e tij pjestohet ose tjetërsohet nga një qëllim tjetër meskin. Në anën tjetër, po ashtu fakti që opozita protestonte tek bashkia dhe jo te kryeministria, përsëri do e lej me njoll gjithë Partinë Demokratike. Pra, këta që donin të luftonin për të rrëzuar Edi Ramën, ishin bërë vartës të numri 2 të Edi Ramës. Perspektiva tjetër lidhet me faktin që zonja Balluku tashmë do të ketë një luftë sepse ne nuk e dim çfarë do ndodhi me gjykatën kushtetuese. Arrestimin e Aty po doli që ti ke financuar protestat kundër Edi Ramës, më thonë za, po kryesisht kundër Veliet, pra partisë tënde, aty nuk dali si do Erioni. Tu flitet për të... Po, brenda Partisë Socialiste... Tu flitet për, si thuash, një panorame që çfarë është bërë deri më tani në aspektin... Shkatrohet mozaiku brenda partisë, pra. Ajo... Pra, në këtë momente, pastaj i bie që brenda Partisë Socialiste... Po kishte moral në PS, për shembull, partia do të shkarkonte ose do të kërkonte drejtën për hajdutëri. Përsa nuk kam moral mbi, sepse kemi parë sjelljet me individ ndryshëm brenda partisë. Në të njëjtat ura jemi dhe në të njëjtat kushte jemi dhe me zonjën Balluku. Kështu që unë do doja dhe do shpresoja që të shikoja një lloj, si thuash, reagimi, pra nëse këta të besuarit e Velie dhe ish bashkëpunëtorët e tij e tradhuan dhe futën thik pas shpine, Rama sapo konfirmoi dhe zoti Velie e di, Rama sapo konfirmon me këtë mendim ose mentalitet që edhe zonja Balluku njëkohësisht është goditja ose qitja e drejt për drejt e pushtetit të Edi Ramës. Pra, duke dobësuar Velien dhe duke nxjerrë nga Bashkia e Tiranës, jo me vetëm postin e dytë të kryebashkiakut, pra, edhe postin e dytë si lideri pas Edi Ramës, por gjithë betejë ka qenë për dobësuar dhe pushtetin e Edi Ramës, që ishte i brisht pastaj në atë kohë që nisën protestat, sepse s'pak kishte filluar të vepronte, duke dhënë masat e para për disa pushtetar pushta, le ta themi kështu. Ke informacione sepse po qarkullojnë që s'pak, ne s'mund të bëjmë amendësime, po qarkullojnë që s'pak do të godasi 2 emra të fuqishëm, një nga e Majta, një nga e Djatha. Ta spekulime, sepse edhe për rastin e zonës Balluku kemi disa muaj që themi. Për deputet ish ministrat Partisë Demokratike ke disa muaj që themi. Se pra ne zoti përmend me emra, s'ka lidhje fare, s'ka rëndësi.
Edhe unë prandaj nuk thash emra, thash... Po pra, dhe në thelb, kjo është situata, nuk është se unë nuk besoj që do ketë arrestime sepse duhet ketë një lloj barazie, si thuash, goditish, sepse nuk ka ndodhur deri tani. Nëse ka arrestime do vinë për shkak të, ku dëgjon, o agent politike, me njerëz që punojnë brenda dhe jashtë prokurisë posaçme, ose arrestime do të vinë se u ka ardhur koha për mbylljen e afatit të hetimeve dhe prokuroria duhet procedojë me një vendim për ta kaluar në procedim penal një subjekt dhe për ta çuar në gjykat ose të presi pastaj, sepse kemi dëgjuar për disa emra. Është e vërtetë kjo për disa emra në fakt. Ditën e nesme do doja të ndaloja edhe një sekondë te ajo. Apo do të bëjmë një temp tjetër? Jo, do kemi në këtë, vetëm them dua të diskutoj ditën e nesme janë zgjedhjet në 5 bashki. Ne nuk do flasim sot për ato 5 bashki se s'është punë për ne në kontekstin edhe njështje zgjedhore. Do të presim në fakt çfarë do ndodhi nesër do ta komentojmë, do të mundohemi të jemi këtu së bashku me kolegët e mi, edhe me njerëz që do të ftojnë për na komentuar ngjarjet dhe zhvillimet. Besoj që tjetër. Unë besoj ose shpresoj të paktën minimalisht për shkak të dokumentave që kanë dalë ose priten të dalin, që mos të rezultojnë që ky fenomeni që ndodhi me zotin Veliej, ku është sulmuar nga të vetat fillimisht, është goditur me thik pas shpinën nga të vetat, pastaj nga organi i akuzës, sipas pretendimeve të kryebashkiakut, pastaj të rivalëve të tij mos përsëritet kjo ndihma për të goditur pushtetin, qoftë një kryebashkiaku, po dhe drejt për drejtit e Edi Ramës të ndalojë nëse s'ka, si thuash, arsye të thelbësore për të inkriminuar dikë. Kështu që pres që minimalisht ketë një lloj reflektimi, sidomos nga Edi Rama, dhe kjo është pak po e sigurt që si drita për diell, ditë për diell, që të kemi mundësi të shohim të paktën që kryeministri përposhtë interesave di dhe të reagojë për njerëz që i ka pas bashkëpunëtorë, qoftë edhe duke bërë punë në dobi të opinionit publik dhe atyre që e votojnë, por dhe ndoshta edhe dobi të vetes tij, e kupton? Dhe të rrethit ngushtë të klientëve apo biznesmenëve pranë partisë. Ideja është që kjo lloj sjellje, ky tradhti e pastër dhe e ulët, është nga gjestet më të ulët që mund ta bëjë dikush. Se ti nëse s'beson të partia jote, largohu, kupton? Mos gëdit njerëz nga brenda se për sa kohë Belinda ja bën Erionit, Rama se ka përgjigje fare kur e quan Pallosh apo atë apetitin tjetër që ndoshta nëse ky nuk e bën, se Pallosh përkthehet një njerëz i gjatë, i shëndosh, me i çiltër dhe i padjallëzuar, nëse ky nuk e bën, i bie që Rama të jetë Pallosh vërtet. Pra nëse nuk merr vendim që zonja në fjalë i dëmtonte imazhin duke financuar me parate e këtyre tenderave protestat e partisë kundërshtare, i bie që zotëria është dhe Pallosh, po dhe frikacak ku i shkon ai epiteti tjetër. Unë të them shprehimisht mendoj që zonja Balluku nuk ka vepruar kur pa miratimin e tij. Kështu e mendoj dhe besoj. Dhe mendoj që zoti Rama nuk ka dashur zotin Veliej në përkëmbë. Ishte i vetmi njeri që i ka ngelur nga njerëzit politik që ai ka nisur karrierën. Dhe kjo ka qenë një për arsyeve të mia që e mendoj unë, që zoti Rama politikisht nuk e ka dashur zotin Veliej në përkëmbë. Dhe pasaj se çka ka ndodhur në luftën e brendshme në Partinë Socialiste, atit nuk i plas më fare sepse ai e ka personifikuar Partinë Socialiste me Edin. E di, po nuk i bëhet vonë as për pse në këto momente. Sidomos, po jo, ai s'mund të jetë, nuk mund të kemi kryeministër Pallosh. Asnjë kryeministër frikacav që i shkon ai epiteti tjetër, sepse nëse kemi kryeministër me këto dy epitete, i bie që lideri i PD-s dhe kryeministri i Shqipërisë mos jetë Rama, po është zonja në fjalë e cila për shkak të shantazhimit ose të mekanizmave që përdor arrin të ta mbajnë në presion Edi Ramën. Unë thash që ta mbyllim se po themi ta mbyllim me pozitën, unë thash ditën e dieshme, thash nuk e kuptoj pse
Rama e mori mandatin e 4, sepse gjitha ata që e ka nisur po i qonë në burg dhe duket vetë s'po firmos ma, Zea ka lënë gjitha zonjës Balluku, e duket s'po është lodhur nga kjo punë. Se për të firmos s'po firmos gjë, për të marrë me opozitën s'po merret më, për të kthyer përgjigje s'po merret më. Le ti thet Artit. Kështu që ai me sa di unë, Artit do i kthehet, po do varet çfarë Artit të frymëzoj tani. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që regjistrojnë kanalin ton, që bën subscribe, që është përnda në diaspor, por edhe në Shqipëri, nga unë dhe Anëri Bala, duke ju uruar një ditë të këndshme dhe ditë të mbar, mirupafshim. Mirupafshim.